Dashurit e mi, çdo epokë prodhon një figurë të saj karakteristike. Unë nuk dua të bëj këtu asgjë përveç se të përcjell disa nga ato që kam mësuar. Dhe nuk dua që askush ta marrë më të madhe çfarë po them. Po nëse shekulli i 19 prodhoi proletariatin industrial, shekulli 20 prodhoi shoqërinë e mass medias, shekulli 21 po prodhon proletariatin e algoritmit. Një klasë e re që nuk e bashkon puna, e bashkon vëmendja. Nuk e bashkon fabrika, e bashkon ekrani i celularit. Nuk e bashkon prodhimi, e bashkon shija e konsumimit vetes dhe të jetës në ekran. Dhe mbi të gjitha e bashkon një iluzion shumë i madh, që sa më shumë të dukesh, aq më autoritet ke. Unë nuk kam besuar asnjëherë që demokracia është pronë e ekspertëve, profesorëve apo edhe e politikanëve, sepse është realisht pronë e qytetarëve. Por demokracia nuk ka thënë kurrë se çdo mendim ka të njëjtën peshë mbi çdo çështje. Ajo ka thënë se çdo qytetar ka të drejtën të flasë. Po jo se çdo fjali ka të njëjtën vlerë, sepse liria e fjalës në demokracitë funksionale nuk e ka përmbysur kurrë deri më sot ligjin e pashkruar të gravitetit të dijes. Dhe mbi bazën e dijes, sa akumuluar për një çështje apo për një tjetër, vendimarrësit kanë marrë vendime, që nga populli deri tek të zgjedhërit e tij. Demokracia nuk e ka zëvendësuar me diçka tjetër, as përvojën, as përgjegjësinë. Sot, për herë të parë në histori, demokracia po përballet me njeriu që mund mos ketë ndërtuar kurrë asgjë, që mund mos ketë asnjë shkollë, që mund mos ketë asnjë kompetencë për të folur për atë që merr përsipër të flasë, që nuk i ka thënë kush mirëmëngjes, punë e mbar, dhe që nuk ka administruar kurrë asnjë zyrë me 3 vet. Dhe megjithatë, ky tip zgjohet në mëngjes me bindjen që e kupton shtetin më mirë se kushdo, edhe pse mund të jetojë në një anë tjetër të globit.